حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فلندرم الله ترسو صلوات الله سلامة يدرون بإغامبر محمد عليه الصلاة والسلام familjes dhe shokët ti dhe gjithë atyre që kanë pasu dhe pasur me mirësi deri në gjallë. Vëllezër të dashur besimtarë, sot inshallah Taala do ta sqarojmë një temë e cila është shumë e rëndësishme veçanti për besimin e muslimanëve. Dersi jonë sot po të bëjmë një festë e cila është e njohur me ne nga kohët e lashta, e cila saktësisht është me 6 maj, ose siç është e njohur tek ne festa e Shënxerit. Ne këtu sot do të tregojmë se si ka vjedhur kjo festë, nga kush ka vjedhur kjo festë, kush e feston këtë festë dhe cili është qëndrimi i Islamit në raport me këtë festë. Dhe çka ka obligim një musliman që të veprojë me 6 maj apo kur është kjo festë. Fillimisht nga vetë emri që ka kjo festë, çdo musliman duhet me qenë i vetëdijshëm se s'ka të bëjë fare me fetën e tij. Ka se emri Shënxet është emër tipik i krishterëve dhe s'ka të bëjë as pak me fetë islame. Ka se Shënxet pra është emër katolik ose i krishterëve, që do të thotë Gjergji i Shenjtë. Dhe përderisa e ka marrë këtë emër Gjergji i Shenjtë, padyshim që me këtë personalitet lidhet një histori e ngushtë që ka të bëjë me vetë krishterët, siç do ta kuptojmë vënjim me lehta. Pra festa e Shënxerit është një festë tipike që ka të bëjë me herojt e krishterëve, veçanti me Shënxetin, i cili ka qenë një kalorës, i cili realisht ka qenë në ushtrinë romake në atë kohë, në fund shekullit 2, do të masninjës Isait a.s. në fillim shekullit 3, i cili ka qenë pro krishter, por në ushtrinë romake. Nga se ushtria romake në ato ka qenë pagane ende, pa në fejnë krishterë. Mirëpaj, besimin e tij e ka marrë në shehur asaj. Dhe kur mbretja asaj kohe ka kuptu se një i ushtarëve më cilësor në ushtrinë e tij e ka të krishterë, e ka marrë, e ka burgos, e ka torturuar, por nuk ka pranuar që të heqë dorë nga krishterizmi. Dhe ka qenë njeriu kyç që ka lënë drejtat e krishterëve, saqë mbreti është detyruar me alien kokën e vëllezër. Dhe me heqjen e kokës të këtij personi, do të Shënxeti, atëherë ky njeriu është më i shenjtë tek krishterët dhe konsiderohet njeri i kyç ose nga njerëzit e parë që ka kërkuar drejtat e krishterëve nga perandoria romake, nga se perandoria romake në atë kohë i ka persekutuar krishterët. I ka mbyt, nuk i ka dhënë me qenë syrin dhe me përkalu. Nga sa e ka qenë dëmtare, nërsa të krishterët kanë besuar ndryshe të tyre. Dhe ky ka qenë njeriu i cili ka luftuar për drejtat e fesë krishtere dhe në mbytjen e tina është bën person i shenjtë të krishterëve. Dhe pikërisht kjo festë që sot shumë e muslimanëve qesin flinja dhe hapa, rrjet pe ti për sot jo vazhdim. Pe Shënxeti, njeri i shenjtë tek feja krishtere. Atër keni kujdes. Pro ky ka dhe në vitin 303 terës tonë, do të pas linjës Isait a.s. Madje krishterët, duke i thirrë, do fetë e tyre dhe këtë person, janë pasionuar këtij personi, se ka qenë heroi i tyre. Dhe shohim se shumë prej emrave të krishterëve
Do të shumë për njerëz që janë krishterë, do të i gjejnë në këtë emër. Dhe kështu kanë vazhduar krishterët me mërtu fëmijët e tyre me emrin Shën Gjergj, saqë ky emër është bërë shumë i njohur te ata. Dhe pastaj gjejnë se kur kanë ndodhur kryqëzatat, do të lufta e muslimanëve me të krishterët, do të kryqëzatat që janë të njohur në historinë islame, atëherë ka qenë një prej kalorëve kryesor që ka luftuar muslimanë në kohë, është quajtur pikërisht me këtë emër, Shën Gjergj, i cili ka do të pushtuar shumë vende muslimane në kohën e kryqëzatave. Dhe ka qenë njeri dhe komandant i njohur i ushtrisë krishtere. Por me vërtetu këta dhe më shumë, ne e gjejmë librat e historisë, se fshatrat e Skocisë sotme, deri në shekulin 20, e kanë testuar këtë festë dhe kanë bërë manifestime të ndryshme dhe organizime të ndryshme dy luftime, që e kanë marrë një person, që e kanë quajtur me emrin Shën Gjergj, dhe e kanë marrë një person tjetër që e kanë konsideruar si musliman, dhe e kanë qitë kisin dy luftim dhe Shën Gjergj e kanë poshtë musliman. Pse e kanë bërë ta? Duke i simbolizuar luftën e kryqëzatave që ka ndodhur, do të dikon në shekullin e 7, do të derës tonë. Nëse ngjitë këto vllazëni, nëse veç këto argumente që i cekë, do të nuk na vyjë më shumë që me kuptu se kjo festë absolutikisht s'ka të bëjë asgjë me fetën tonë. Te musliman, te nuk ke të bëjë me krishterizmin asgjë, ai është vetë tjetër kujt, siç ka thënë Allahu në Kur'an, lakum dinukum waliya din. Jo e keni vetë ju o krishterë. Po unë kam vetë temë. Unë nuk kam nevojë me i përzim festat e juve me festën temë. Festat e muslimanëve janë dikura. Festat e fetëve tjera janë dikura vëllezër. Nuk guxon muslimani që të jetë pjesëmarrës në një festë, pe festë pagane ose festë krishtere ose çikut ose kujna do të tjetër. Muslimani ka festën e vet, ka identitetin e vet, ka librin e shenjtë e vet, ka sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të pejgamberit vet, dhe kjo është çështje e kryer. Pse musliman gjithmonë të jetë ata që marrin pjesë në çdo festë të tjera? Ndërsa festat e tjera, do të tjera nuk i gjejnë se marrin pjesë në festat e muslimanëve kur. Dhe kjo subhanallahu është shumë interesante. Ka se pejgamberi alayhis salam ka thënë çdo fe ka festat e tyre. Dhe këtë hadith e ka kuptuar përveç muslimanëve. Këtë fe tjera e kanë vetë festat e tyre. Ndërsa muslimanët përzihen këtë festat tjera. Nuk kanë arritur me kuptuar këtë hadith pejgamberit alayhis salam kur thotë çdo fe i ka festat e tyre. Edhe muslimani ka festat e vet. Allahu na ruaj. Pra shumica e vendeve katolike dhe atyne do të anglikane e besojnë këtë festë me 23 prill. Ka sa shkojnë masin me kalendarin e tyre. Ndërsa tek ortodoks është e njohur me 6 maj, pra pikërisht dita e Shën Gjergjit që është e njohur tek ne. Disa nga universitetet e katolikë që i marrin me këtë festë janë. Do një pjesë me tyre ndezin qirin, shenjë respekti ndaj këtij personi që është e më herët. Ndërsa në Bullgari, bujqit veçanti thërën kurban këtë ditë. Duke, sipas mendimit tyre, duke ja afru Zotit përmes këtij personi që t'ja ndrojë breshtat e tyre, ose arët e tyre, ose bereqetin e tyre. Ndërsa ortodoksët në përgjithësi e festojnë këtë festë duke ofruar në ushqim të veçantë, ashtu siç ofrojnë muslimanët ushqim të veçantë për festat e Bajramit. Ndërsa femrat veçanti, do të festë krishtere dhe ortodokse, e kanë do të një farë quhet peni i Shën Gjergjit, për cilin kalojnë, do të kalojnë atë penë, njërë që t'ju sjellë pak, ose t'ju sjellë shtabzanime se kanë qenë për atyre që s'kanë pas fëmijë, ose t'ju sjellë gjana të mira në jetë, cilat nuk i kanë përjetuar ende. Po çfarë ka për musliman këtë festë? Gjitha këto që i cekë, pa preja shmenë, i gjenë sot dhe musliman në 6 prej, festën e Shën Gjergjit. Elhamdulillah për Zotit kanë zonë nuk papu, por them për atë gjenë njerëz të tillë që e festojnë. Veçanti nga musliman Hashkali dhe
Një pjesë e tyre shkojnë nga klientë, atje ka një beteri, diku është një parë, vendi ku kalojnë kisë në ju sjellë fat dhe në ju sjellë mira mjetë, ose në ju sjellë fëmijë Allah në maru. Gjitha këto i bënë musliman. Dërsa një pjesë e tjera musliman, do të nuk e bestojnë këtë mënyrë, po bëjnë ushqim të veçantë për këtë jetë. A e keni pasa njeri dhe me qitë klinë këtë ditë, vëllazë. Askujt nuk i shkon mendja çka është shumë. Askujt nuk i shkon mendja se me këta po shumë njëri ka shumë qysh bojnë në ortodoks. Që ta brojnë ushqim të veçantë për këtë ditë. Shkijet e në ortodoks, vëllazë, shkijet. Armiku jo shëmbullohet. Neve me vepra për në akuzojnë, ju një shkiju të shkive. Nërsa ata që i bënë vepra të shkive nuk jetë ne. Janë që ta që pëqesin flinja për shëngjekë. Keni kujdes. Letë është me folë. Shtirë është me mbrojt të qërë. Me po një fjallë dojë është shumë tjetë. Po me mbrojt të fjallë të tonë është shtirë. Për këta keni kujdes. Kjo fesë nuk më bëjnë pare në islamë. Kjo fesë në ta po shirë, ka bidat e risi, ka që ka pëtu veç islam s'ka ta. Me dhe kurban për dikam tjetër për veç zotit të shirë për vëzni. Me vnu një veni cili me ndërë se ajë cjetë pa të shirë. Me vequ një shka për fesë, dikuj tjetër dhe të parve tjetër, fete tjetër është shirë. Nga se te i razime anë që bojnë, do të krishterë të sërë të dërës është dikush tjetër. Gjithë të këto e ndalu në fejtojnë. Për këtë arsye muslimane e ka obligim fillimisht në ndalu vetën. Pastaj në ndalu familjarët e ti. Pastaj në duhet dhe rejtën në të gjanë me askjevu të qështje dhe me i vetë disu në këtë drejtë. O vlasë një në moj men që i më stërpik me nga shëngjetë. Une nuk jam i moqë, 30 vjetë, 33 vjetë. Une moj men ku i në quë herë me mletë nga shëngjetë dhe në pastru se tonë viti ka më qënë të të quë herë, edhe ka më qënë viti. A nuk është në shirkë? O, vëllaj, shirkë i pasë të pasë. Nëse ajë që të të në gjama nuk vjenë në të shëngjetë, po është Allah i madhuru. Ti të është, po krasën një shka me zotit e madhuru. Po pastru me nga shëngjetë, po me qënë në viti një. Subhanallah, bekaj të në vjetë. Me të krishterve, dhe ortodoksë. Amo pej vesë të odjo. Asa Allah në Kur'an ka thonë, inna kulle shejin khalaqnahu bi qadar. Ne çdo sen e kemi krijuar me caktim Allah. S'ka diçka me i caktimit Zotit. Absolutikisht, është gjë e prerë. 50.000 vite pa i krijuar qiell dhe tokën Allah i ka caktuar çon. E ti po lash ti mund ta shëngjefit për më shku viti mirë, jo të fejtë islamës s'ka diçka tjetër. E lusim Allah që në bëjë prej atyre, që e kuptojnë vetë ashtu si që ka zbritë Kur'an, dhe ashtu si që ne ka mësu pejgamberi jonë Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe të në bëjë prej atyre që i ndëgjën fjallët e mira dhe i pasojmë ato, dhe të në bëjë prej atyre që i ndëgjën fjallët e mira dhe largohi prej tyre, dhe në bashkon gjenetët e ti ashtu si që në ka bashku këtë.